Njëra dosje Veliajt është ajo që po gjykohet tashmë, për sa i përket vlerës që shkon rreth 800 kusur mijë që është e përfshirë dhe bashkëshortja e tij, është le të themi dosja për cilën ai po vazhdon të qëndrojë në paraburgimin e qytetit të Durrësit, edhe pse me statusin e kryebashkiakut që e la le të themi në fuqi gjykata kushtetuese si detyrë, pra si funksion, ndërkohë në anën tjetër ka shkuar në kushtetuese Veliaj edhe ka bërë le të themi kërkesë që të quhet i pavlefshëm, e pavlefshme mase arrestit ndaj tij, arresti me burg, ndërkohë që në datën 28 maj do të kemi seancën në gjykatën e lartë, rekurs për ndryshimin e masës sigurisë që pritet, pra pret mbrojtja e Veliajt, një masë më të butë. Mirë po ndërkohë, avokat Langozi edhe kolega Klodiana Lala raportoi që ka një dosje tjetër dhe ne e dim që është një fraksion tjetër hetimor ndaj Veliajt për sa i përket që është i përfshirë dhe vllai të tij. Tani kemi të bëjmë me ndonjë hetim që është më i thellë se ky për cilën Veliaj po qëndron në masën e arrestit me burg? Unë mendoj që të flasim si jurist tani. Po, dua ta kuptoj qartë. Pastrimi i produktit të veprës penale është një vepër e cila nga prokuroria e posaçme është hetuar. Nuk mundet të krijohet fraksion për pastrim produktit veprës penale për të njëjtat histori apo të njëjtën periudhë kohe. Tani nëse ka kryer të kjo era parë, se pastrimi i produktit të veprës penale nuk përfshin vetëm një veprim që ka kryer një person, pa një aktivitet të tërë për të pastruar një produkt. Kështu që edhe ky fraksion që mendoj unë që ka dalë tani, është presion për të krijuar një mjergull edhe një propagandë dhe një ndikim te gjykata e lartë, sepse prokuroria e posaçme normalisht aty është kthyer një betejë personale midis prokurorëve edhe zotit Veliaj, dhe vlerësoj që prokurorët atë kanë dorë që të krijojë një dosje të dytë, një fraksion të dytë, dhe ajo dosje mund të ketë autor të tjerë, dhe unë jam shumë dakord që duhet hetohet për autor të tjerë, po kurse si për të njëjtin autor të cilën ti e ke marrë pandehur. Erion Veliaj është i pandehur për pastrim produkti në gjykatë. Dhe nuk mundet për të njëjtën histori, për të njëjtën kohë, të krijohet një dosje të dytë. Por për personat e tjerë unë jam shumë dakord, duhet hetohet, nëse ka persona, duhet vjen para përgjegjësisë, por rastin aktual unë e shikoj se gjithmonë prokuroria e posaçme kur do të shantazhoj gjyqtarët, ne krijon një dosje apo një gjë. Dhe të mos harrojmë se është shantazhuar edhe gjykata kushtetuese. Dhe ju e dini shumë mirë kur ka qenë rasti i gjykimit të përgjimeve Sky Plumbë Gjoka, për rastin Plumbë Gjokës, që po diskutoi që këto përgjimet Sky a duhet të ishin cilësinë e provës apo jo. Gjykata kushtetuese u vunën presionin e hetimit. Çfarë është bërë me atë hetim? Pra, ne pam në media që u publikua një shkresë tim përgjigje nga zoti Dumani, që thoshte nuk ka hetim për gjykatën kushtetuese, ama nga ana tjetër kishte përgjim për antarin Gent Ibrahimi. Një autorizim që lejonte përgjimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe unë për mendimin tim, kjo është shantazh, edhe vazhdojnë në klimën e shantazheve. Unë jam me Erion Veliajt, për mendimin tim Erion Veliaj do të mbajë përgjegjësi për ato që ka kryer, po me fraksione, me dosje të krijuara, për mendimin tim kjo është abuzive dhe është fillimi i paligjshëm i ndjekjes penale. Dhe nëse ne do kishim një aferë korruptive tjetër, padyshim duhet hetohet, po jo të krijojmë dosje se duhet të shantazhojmë ne një person që është në burg se ka inat personal një prokuror. Ka inat personale, sepse përderisa ti ke çuar avokat në proces gjyqësor që mbron interesin tënd që je apo si je prokuror, për mendimin tim prania e prokurorit Sall gjyqi në konflikt civil është në kushte të konfliktit interesit të hetimit dhe të gjykimit Veliaj. E duhet të kishte ikur nga dosja. Nuk mundet Ols Dado të vej në gjyq civil që e ka hedhur Erion Veliaj dhe të shkojë dhe të përfaqësojë dhe akuzën. Kështu që unë vlerësoj që këtu kemi konflikt interesit. Po kush do ta hetojë konfliktin interesit? Artur Metani që flet gjumë, apo do ta hetojë kjo e ILDKP-s? Që nuk e dim fare çfarë punë bën kjo që ka një institucion që duhet kalonte vetin çdo zyrtar shtetit shqiptar. Keni parë në një kallëzim nga LDKP-ja ju? Keni parë? Për konflikt interesi, ka detyrë ta trasë, zotri, në gjyq me këtë di? Po, çfarë kërkon ti? Pse shkon në gjyq në çështje penale? Pse si jep dorëheqje? Po, Artur Metani mori flamurin në Texas. Kishte vajt Texas atje erdhi me flamur. Ka kuptuar dhe pa piktur për zyra mediatike Artur Metanit
dërgonte mesazhe gazetarëve, ju lutem bëni një lajm se Artur Metani ka marrë flamurin në Teksas. Qa flamuri ke marrë ti, mërë zotri, qa flamuri? Merru me dosjet që prokurorët zvarrisin proceset, merru me dosjet ku prokurorët vendosin gjoba, merru me dosjet ku zvarrite me vite me shekuj. Vajt mori flamur, turpi zote, pra e kuptoni ku e kemi drejtësin propagandistike. Prandaj temur jemi këtu kohën e verit. Ju thoni që më shumë se sa një dosje hetimore është një çështje që i vlen një lloj shantazhi. Nuk ka gjykat që të marrë përsipër kur tjetër po gjykohet për pastrim produkti të hetohet dhe gjykohet prapë për njëjtën gjë. Se s'ka pastrim produkti dy herë, ka vetëm një herë. Aktiviteti kriminal e ke bërë produkt lishëm. Ta bëj pyetjen ndryshe? Po nëse dosja e parë lidhet me aktivitetin e të qenit kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe pastrim parash mund të jenë për shkak të një aktiviteti i cili vjen nga një veprimtari private, a do duhet të ndahen këto? Patjetër që duhet të ndahen këto, por jo për të njëjtë, sepse një person ka pastruar një produkt, pra ka marrë të ardhura të palishme nga një korrupsion apo ku diun të ardhura si zyrtar. Po, një zyrtar. Po, si zyrtar. A ka kontrolluar jetën e Veliajt gjithë ky zotria? Se kontrolloi edhe sa mbathje kishin brenda në zyrtare, e kontrolloi apo jo? E çfarë hetimi do bëj tjetër ky, çfarë doli tjetër nga hetimi? Edhe nëse do dali, jam pjesë e kësaj dosje pra. Sepse është pastrim produkti, ka një kozë zgjatje, ka një produkt që ka një definicion pozitiv plus, pra që del në favor, sikur është produkt i ligjshëm. Në rasti konkret çfarë ka dalë atu? Se u hetuan dhe sa rroba kishin bler nëpërmjet rrjeteve sociale. Që këtë vetin nuk e ka kaluar Olsdato, sepse me të drejtin ngre probleme të gjithë publiku. Kush e favorizoi Olsdaton që është aty ku është? E qartë. Okej. Llangozi, faleminderit. Zhllima, tani çfarë ndodh me këtë histori? Ky ishte interpretimi që i bëri Llangozi, që për të njëjtën vepër penale nuk do ishte e nevojshme që të kishim ndarje të dosjes. Mirë po unë shtroj një pyetje këtu. Nëse Veliaj, me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me vendimin e gjykatës lartë, që kushtetuesja mund të thotë arresti i palishëm dhe gjykata e lartë në pavarësinë e saj dhe mund ta liroj, a mund t'i ta rikthej në burg në rast se do gjenin diçka në dosjen tjetër këtu, në këtë fraksionin tjetër, ndarjen tjetër? Në rast se gjykata... Pastaj vërtetësohet puna Veliajt, kjo është pyetja e thjeshtë. Në rast se gjykata kushtetuese e liron zotin Veliaj duke deklaruar se arrestimi i tij është i palishëm, nuk kupton që edhe arrestimi i zotit Beqaj është i palishëm, arrestimi i zotit Meta është i palishëm, arrestimi të tjerëve është i palishëm, sepse këta individ nuk kanë pas pushtet aktual, pra nuk kanë ushtruar pushtet apo mënyra presioni dhe formave të ndryshme. Pra do të thotë që gjykata kushtetuese do bëhet vegël e vetes sajt si një gjykatë e një përdorimshme, që do të thotë në nocione shumë të ndryshme secili mund t'i vendos vetë një tabel. Nga ana tjetër, kur gjykata e lartë do të liroj zotin Veliaj në muajin qershor, këtu kam një betejë në muajin qershor, sepse në muajin më tha zoti Karaja këtu, Leonardi. Po, avokati. Edhe më tha që në muajin qershor zoti Veliaj do të dalë. Ai ka thënë maj qershor, maj qershor do të dalë. Edhe unë po e pres me shumë kënaqësi javën e ardhshëm që në muajin qershor të bëjmë një takim këtu. Unë kam thënë që nuk del, sepse është pikrisht manual 1144, po e doli përsëri manuali vazhdon sepse kemi përsëri të partisë së tij që është Partia Socialiste. Pra, për mua është njësoj si të jetë brenda zotit Veliaj, si do jetë jashtë zotit Veliaj. Për mua është njësoj. Marsueto pak ligjërisht, jo me emocion. Shko ligjërisht, një sekond, as me emocion pas ligjërisht, Këtu është politikisht. Një sekond. Ligji. Zoti Veliaj është arrestuar nga një prokuror që dyshohet si është emëruar. Është rrezikshme kjo. Por atë dyshon Veliaj. Se në rast se nuk e ka kapur sistemi i vettingut dhe e ka kapur Veliaj, do thotë Veliaj nga e mësoi këtë sekret, edhe nuk e mësoi komisioni i vettingut. Pra, janë vendosur individ të caktuar në sistemin e drejtësisë për të
i mbajtur me peng me dosje personale. Shumë të mëshme. Edhe ju më thoni për gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë kur gjykon për politikan. Ua, tu të thotë diçka nuk po shkon mirë. Pra të thotë ka një problem. Çfarë problemi ka zhdima? Pse një A4 ka Velia për Olsdaton? Pra, do të thotë që Velia e di ka diçka. Po ajo që në të çuditi ty, pse njeriu që ka bërë reformën u përgjua nga vetë reforma Zoti Ibrahimi? Ua, edhe këtu s'më dalin shifrat. Qa është kjo gjë? Si ka mundësi kjo drejtësi të jetë e pavarur, e paanshme dhe ndikuar nga të huajt? Ua, dhe çka nuk shkon mirë. Tani, zhdima. Të vim të serioziteti tani penal dhe juridik. Që ndodh pra që do bëj kushtetuesja tani? Atë që të thash më përpara. Sepse kushtetuesja janë me një letër A4 njëri tjetrin janë banë mëre. Më kupton tani që janë njëri me tjetrin. Janë në presion njëri tjetrin, reforma në drejtësi ka qenë që në fillim e pengmarrjes. Ligjërisht, ma shpjegon çik ligjërisht. Le më ligjërisht këtu ka ikur, ka ikur. Ato që tha kolegu janë për universitet, more. Ku janë për ata atje, ma ate nuk njohin kështu gjërash, ma ato që ata kolegu në lodhën t'i them, zdo t'a them kur të gjëra, që tha kolegu. Marrë çfarë ka bërë gjykata kushtetuese. Edhe njerë, është në presion, zotri. Kush është në presion? Më dëgjoj pak të them diçka shumë të thjeshtë. Po kërcënon Olsdadun apo Olsdadu po kërcënon Velier? Olsdadu po kërcënon Velier, më zotri. Si po kërcënon? Edhe po ndihmon Edi Ramën, është shumë e thjeshtë kjo, më zotri. Në muajin gusht, që gjithë jemi në pushime, vllai i Erion Velis shkon në SPAK. Në muajin shtator, Edi Rama shkarkon Erion Velin me zgjatimin e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak. Si të quhet ty? Po nuk është ky presion, çfarë ta ka përkthej gjë tjetër pastaj. Ore, hiqni menja nga kodi penal. Unë nuk them që është i fajshëm apo pa fajshëm Velia, se s'mi intereson fare, se ashtu si i ka hyp kali dhe të zbresi vetë. Ore, më dëgjoj të them këtë gjë. Parashikimi jot ligjor, si jurist. Nuk ka parashikim ligjor sepse kemi të bëjmë me A4 bosh që ka secili edhe i plotson për njëri tjetrin. Gjykata e lartë, gjykatës kushtetuese, SPAK-u, njëri tjetrit me radhë brenda SPAK-u. Ta kupton? Reforma në drejtësi ka humbur qëllimin e vet. Pse? Se njëri ka dosje për tjetrin. Unë po të them shumë e thjesht kjo, kur Erion Veliaj e dika që zoti Dado që ka emruar në mënyrë të paligjshme. Po flasim për faktin penal. Si nuk mësoj komisioni i kualifikimet. Mos ma vështirë. Po jo, nuk ka lidhje fakt. Kjo dosje ka dy fraksione, po them edhe një herë. Po edhe një herë po të them. Është në burg për njërën. Është formë presioni. Prit pra një sekond, gjykata kushtetuese ka marrë një vendim të mëparshëm që riktheu Veliaj në detyrë. Po nuk ka lidhje ajo. Po nuk ka lidhje ajo. Letësi. Jo, nuk ka lidhje, se nuk e ktheu asnjëri në detyrë. Por i dheu sa i paduruar jemi, dalë më burg tani të lutem. A ndihmon gjykatën kushtetuese për vendimin e radhës për pavlefshmërinë e masës arrest me burg ndaj Veliaj, vendimin më parshëm rikthimit në detyrë, duke qenë se po nuk ka ikur asnjëherë në detyrë më zotëri. Pse ngatrohen? Shkarkoi pra, e riktheu kushtetuese. Kush e shkarkoi asnjë? Këshilli Bashkiak. U shkarku proceduralisht. Po shkarkoi Këshilli Bashkiak. Nga pikpamja ligjore nuk është shkarkuar zoti Veliaj. S'është pezulluar. E shkarkoi. Jo. E shkarkoi Këshilli Bashkiak dhe mos prezencë Bashkiak me urdhër kryeministrit. Me urdhër kryeministrit. Vendimi u mor. Olangozi vendimi u pezullua më zotëri për vendim, se u ankuar në gjykatë kushtetuese. Po këtë pra po them pra sepse e pezulloi kushtetuesja vendimin, dhe pyetja ime është, ky pezullim i vendimit e shkarkimit të Veliaj. Andi, me çfarë rregullore u mblodh Këshilli Bashkiak? Kush e mblodhi Këshillin? Me urdhën e kryeministrit. Maroj. Kush ka autonomia vendore? Po ajo që ndikoi. Ore kushtetuesja dhe mund ta kishte lënë shkarkimin në fuqi o Langoz. Jo, tu Shqipëri më këtu nuk diskutohet dieta, ligji, nuk ka siguri, nuk diskutohet. Po flasim, a ka mundësi që një kryeminist të ndikojë te pushteti vendor? Jo. Dhe kjo ishte vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe i drejtë. Pavarësisht shantazheve që kanë kurris. Po tani. Se ne po flasim për shantazh. Te vendimi i radhës, e ndihmon vendimin më parshëm? Më dëgjoj të lutem. Në çdo dosje kur provat e prokurorit te masat e sigurisë bjen poshtë, prokurori thotë ka dhe një dosje tjetër. Edhe kur ke vajtë gjykimi i themelit, nuk ka si dosje tjetër. Po thjesht prokurorët gënjejnë.
E si është e mundur një prokuror vjen para gjykatës dhe gënjen? Dhe si është e mundur një gjyqtar i beson një prokurori? Se janë shok me njëri tjetrin, prandaj dosja tjetër është faktike, o Langozi. Një sekond, mos është për vllajën e tij, një sekond. Për vllajën dakord. Le të tohet ande. Po si po duhet ne ande. Shohim për përfshirje e Liajt. Jo, po është për vllajën e Është thirrur zonja Bushka. Në SPAK. Zonja Bushka nuk është e pandehur. Klotilda Bushka është thirrur shmarrë në pyetje për Është e pandehur Bushka. Po mos bëni leksion universitar këtu, të flasim politikisht. Është e pandehur Bushka. Është marrë e pandehur në dosjen e për pengim drejtësie se si e ka, si është një pandehur, a ka detyrim të japë shpjegime? Po për cilën dosje? Jo, nuk ka, kur është e pandehur. Jo, është e lidhur dosja. Ka të drejtën e heshtjes. Mos të flasë. Nuk provohet me dëshmitar pastrimi produktit të burr, leça bëjnë show atij ata. Marrin njerëz tjerë. Po thjesht them edhe këtë tjetër. Ma lidh me vllajën e Veliajt. Aty hajde diskutojmë. Këtu po mund të themi, a lidhet zoti Veliaj me biznesin e vllajt të tij me privatin për sa i përket reklamave të fillimit kur po diskutojmë me Langozin, Veliaj si zyrtar dhe Veliaj në privat. O regjia, më je pak më shumë zëtë Langozi. Pse pikërisht doli ky informacion ditën e djeshme? Ma shpjego. Se është gjykata kushtetuese, prit. Pse nuk dolin përpara kjo dosje e fshet? A mund ta dim? Po nuk është e fshet kjo. Po pse duhet t'i japim publicitet tani? Pse? Në pikërisht tani, pse? Pse pas 2 muajsh jo? Pse para 2 muajsh jo? Po pikërisht tani pra që publiku të shikojë që drejtësia shqiptare është duke punuar. Ja, ka dhe i dosje tjetër për Veliajn, hajde ta mbysim. Unë jam pro, jam plotësisht pro që Veliaj të vihet para përgjegjësisë, po jo me montazhe. Me montazhe, për mendimin tim, do sjellin pasojë shumë të rëndë, sepse këto dosje do kontrollohen dhe më lart. Edhe është për të vlerësuar, edhe gjykata kushtetuese që ktheu Veliajn në pozicionin që është. Pse? Sepse kryeministri nuk është i gjithë pushtetshëm. Sa atëherë kalojmë te mbretin te diktatori. Diktatori do shkruajnë parrulla partia në verë, edhe ngrieshin gjithë nxënësit shkruanin parrullët. Pra, nuk jemi në këtë kohë, po flasim për demokraci. Demokraci, pushtetet janë ndara. Dha urdhër kryeministri aty të gjithë ata si ça janë njerëz pa reputacion, pa integritet. Dalin i bën fresk një kryeministri, i bën fresk një prokurori, një gjyqtari. Unë jam kundër këtyre, sepse nuk është problem vetëm joni, se ne po e kaloj moshën. Me tranzicion e pa tranzicion. Po bëhet fjalë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Nuk mund të rriten klima të tilla të pasigurta. Edhe kur ne heshtim, atëherë ç'a presim ne të bëjmë në Shqipërinë? Do ta bëj ambasadori, do vi do marrja 5 milionë euro dhe ai do iki. Çu do bën? Ku është Yuri Kim tani? Është administratore e tigrave. Pra lidhet korrupsioni, ta hetoj Dumani, ta çoj dosjen atje Dumani, ta çoj në Amerikë. Atëherë do dalun e do them, kemi një prokuror këtu në Shqipëri që duhet të vlerësohet. Po nuk e bëjnë ta, sepse kanë interesat të ngushta, interesat të tyre, personale të lidhura me njëri tjetrin, sepse i kanë bërë fresk njëri tjetrit. Kanë ndihmuar e kanë dëmtuar interesat e kombit. Dhe nuk mund të pretendojmë ne që Olz Dato na qenë prokuror i rregullt, sepse pas ka një proces gjyqësor dhe qenë zgjedhur kundërshtim me ligjin në prokurorinë e posaçme se ndihmoi Ina Rama. Nuk funksionon kështu. Ne i dim shumë mirë klanet, jetojmë në Shqipëri. Jemi një vend i vogël që ne i marrim vesh të gjitha ç'a ndodh, ç'a bëhet, ç'a lidhje kanë me njëri tjetrin. E na u promovo ka një prokuror. Gjithsesi, unë vlerësoj që të gjitha këto çështje duan hetim objektiv. Edhe të gjithë të shohë bëjnë 2-3 prokurorë aty. Se ka dhe prokuror dinjitoz që nuk kanë lejuar as duman as kënd të shkelit e zyra. Ka dhe të tilla aty në prokurorinë e posaçme. E din shumë mirë ata. Ne e qartë. Po inshallah ju dëgjojnë se është puna se ata mendojnë se jetojnë në Amerikë. Një kërkesë. Po? Për gjithë ata gazetarë që rrinë aty te dera, që pinë kafe me prokurorët, unë them që të pyesin publikun. Qa besimi ka publiku të drejtësia shqiptare? A kanë fituar të drejtën e tyre apo jo? Ku ju është cënuar e drejta? Të kryen investigime vetë, mos marrin ato informacione dhe mblidhen gjithë njerëzit për studio që nga dhe një tim tjetër për Erion Veliaj. Se kjo është shantazh. Se kur flasim ne për ata, po shantazhohemi ne, po qa po shantazhohesh, po ti kur nxjerr disinformacion, qa bënd?
Se të kritikosh një institucion që është shantazh, jo pra jo. Kjo e shërben drejtësisë, nuk e shërben drejtësisë ti bëjmë freska aty, pyesin publik, a u bë reforma drejtësi për besimin e publikut. Hajde ta pyesim pra. Kush e ka pyetur popullin shqiptar sa dëm ka nga drejtësia, sa pensionist nuk ka marrë pensionin? E qartë. Mirë, që mos të rikthehemi sërish aty Langozi, kalojmë tek një tjetër çështje dhe vijojmë bisedën së bashku. Do flasim për diskutimin që u bë që dosja Balluku mund të kishte penguar integrimin në Bashkimin Evropian. Të lutem regjia, kalojmë me siglën. Rikthehemi me Langozin. U diskutua dhe kryesisht nga opozita që dosja Balluku, pra hetimi i SPAK për ish zëvendës kryeministrin dhe ish ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku i pengoi, pra bllokoi raportin e Ibarit. Megjithatë, duket se Ibari kaloi dhe me 26 maj ne kemi mbledhjen me evropianët. Tani çfarë ndodhi Langozi, si ma shpjegon këtë histori? Është një kontekst politik, evropianët nuk kanë informacion se çfarë ka në dosjen Balluku apo nuk ju bën përshtypje? Unë mendoj që nuk ju bën përshtypje për faktin se ata din shumë mirë nivelin e korrupsionit ku është. Dhe Belinda Balluku aktualisht është e pandehur, por nuk është se ka ato masat e sigurisë arrest në burg që janë ekstreme në Shqipëri, që edhe gjykata e lartë mblodh dhe bëri një vendim unifikues që duhet të mos zbatohen të tilla masa kaq ekstreme. Pra ka masa të tjera alternative. Padyshim që në raportet e tyre nuk është se janë anashkaluar ndikimi kryeministrit dhe mënyrën si kryeministri ndikoi te sistemi i drejtësisë dhe mori rolin e gjykatave. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë e mbrojti hapur duke mbledhur komplet deputetët e tij dhe nuk votuan pro shkarkimit apo heqjes imunitetit të zonës Balluku. Dhe kjo është pengesë e drejtësisë, sepse nëse duhet kjo masa apo s'duhet, është gjykata që e vlerëson, nuk e vlerëson dot kryeministri. Kryeministri apo edhe kuvendi duhet të shikojë a ka prova dhe nuk mund të vlerësoj provat. Pra ai duhet të shikojë që ka një dosje, ka një hetim dhe domosdoshmërinë nuk e vlerëson kur kuvendi. Gjithsesi kjo ngelet për të parë. Unë e shikoj dështim hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Janë premtime boshe. Janë premtime boshe sepse ne s'kemi infrastrukturë. Ne s'kemi ekurudha. S'kemi ekurudha, jemi vetëm në vend që ne s'kemi sisteme kurudhor. Ja, do përfundojmë këtë Tiranë-Durrës. Mos ngeci edhe këtu. Ka ndal video që ato i kanë nxjerr shtrëmbër, ka mundsi dali treni. Jo, atëherë jo, avokat, ta korrigjoj atë sepse kalon ajo që i drejton është një vagon në fund, është kolauduzi, po, se e di çfarë. Ajo është e vërtetë ajo që pati dal avokat. Tiranë-Durrës është Shqipëria më. Ne kemi pas sisteme kurudhor të mrekullueshëm, nuk e mbajtëm. Ne jemi shumë vite mbrapa. Ne jemi në komunizëm kishte më infrastrukturë se tani. Kishim aeroporte, kishim aviacion, kishim tëra ne. Ne tani s'kemi asgjë. Rrugët janë cop, burim aksidentesh, vrasje, aksidente pa fund. Pse? Sepse sistemi rrugor është kutret qameti, sistemi spitaleve është po ashtu, sistemi drejtësisë po ashtu. A mundet t'i pranoj Bashkimi Evropian të gjendje që kemi ne? Se ne flasim vetëm për fasadë. Po ecën Shqipëria, çfarë po ecën Shqipëria më? Çfarë po ecën Shqipëria? Me pensione 100.000 lekë. Gjyshim 80.000 lekë pension. Nuk ecën Shqipëria, nuk futen në Bashkimin Evropian, që vlerësoj që nuk është vetëm dosja Balluku që duhet vlerësohet, do vlerësohet tërësia e kushteve të jetesës shqiptare. Meqense jo, çështja faktikisht e Ballukut dhe në qoftë se kujtojmë një raport Komisionit Evropian të pak muajve më parë kërkonte që kuvendi ta trajtonte me një lloj urgjence kërkesën e SPAK për heqje imunitetit të saj, që do të thotë kjo nuk ka kaluar kështu në heshtje fare në sytë dhe në veshët e zyrtarëve evropian. Për këtë do të bëjmë dakord. Patjetër, pra do jetë pjesë e analizës dhe kjo çështje. Prandaj them, nuk është vetëm dosja Balluku, Balluku është një. Padyshim që duhet të ishte përpara përgjegjësisë penale edhe për dosjet e tjera, ka edhe 7 çështje Balluku. Tani çfarë po ndodh me këto hetime? Ke informacion avokat? Po intensifikohen? Po çfarë po intensifikohen? Balluku i nxori Ramës ato mesazha edhe gjithë provat që kishte kundrejt tij dhe normalisht Rama u troq mbas, sepse e filloi për ta bërë si Erion Veliaj.
po bënte ato propaganda, daljet e veta publike, jo mbrojtje, jo drejtësia, jo ne do t'japim shpatën që të luftoj, po shiko se po shkel dhe ligjin, po mendimi im është që Balluku tregua e zonja në implikime që ka bërë Edi Rama. Ju thoni që ato mesazhe që dolën ato copza nga ato përgjimet i kanë nxjerr Balluku? Patjetër i kanë nxjerr Balluku. Patjetër i kanë nxjerr sepse të gjitha shumica e atyre prokurimeve publike që akuzohet Balluku janë me urdhër të kryeministrit. Edhe në përgjime kanë dalë që shiko se e ka ai Palloshi thoshte, apo jo? Pa i Palloshi ka ardhur aty në SPAK të japi shpjegime pse ka ndikuar te Balluku për të dhënë ky prokurim? Po është i panjohur Palloshi. Jo ka pseudonimin i gjatë. Jo, këta këshillit dosje thoshin me fytyrë shtetas i pa identifikuar, ëh? Pa i gjyko. Patjetër. Kishin pa identifikuar. Shtetas i pa identifikuar me foto. A pyetën Ballukun, e identifikon dot se për kë kishte fjalë? Se kanë pyetur, se s'kanë gjetë fjalorin. O pra, se nuk intereson. Ky është SPAK-u jo politik pra. SPAK-u jo politik. Institucioni depolitizuar. Faleminderit Langozi për këtë. Ramën aty t'japi shpjegime për aferat korruptive. Faleminderit Langozi. Zhllima si e shikon tani këtë çështjen e tim ndaj Ballukut? U përfol që do ishte pengesë, nuk paska qenë pengesë. Në çfarë ndodh? Se këto duhet kuptoj. SPAK-u ka një manual shumë sekret dhe manuali sekret buron nga manuali 1997 ose 1944 e vazhdim. Do të keni parasysh diçka. SPAK-u për të arritur idealin do të shpiki dosje, fraksione ndaj zonjës Balluku dhe duke e arrestuar atë në mënyrë të menjëhershëm. Ke thua që do shpiki dosje për të arrestuar? Ky është plani. Pra, mbledhim prova sa më shpejt dhe ne do të çojmë misionin deri në fund që mos të na faturohet ne çdo pengesë për Bashkimin Evropian. Kjo në rast se quhet drejtësi për ata të cilët i kanë bërë lavazh gamies deri ndark SPAK-ut, për mua nuk është drejtësi. Unë kam thënë vazhdimisht, do të them, sepse këtu dalë dhe flas për veten, pra flas dhe ma mendimin atë që them unë edhe shpreh, jo se dikush ma dikton. Si për rastin e zotit Veliaj, Beqe, Berisha, Meta, Rama po do, çfarë do duash? Çdo person duhet gjykohet dhe të jetohet me standarde europiane. Dhe jo të themi ne që duhet futen këta në burg, që të futemi ne në Bashkimin Evropian. Kur të marrin këta pafajësinë, ne duhet paguajmë lek buxhetit të shtetit sepse këta morën pafajësi, se ishin disa të paaft, të cilët u ndikuan nga të huajt, sepse duhet Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian. Shqipërinë në Bashkimin Evropian i nderuar dhe të nderuar miq, nuk e fut as arrestimi, as sa bukur ka puthur dhe zgjunizuar Rama në rrugë ndërkombëtare, as sa bukur partia në pushtet ose PD ose PS ose partitë të tjera vinë edhe duan të shkojnë në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian shkon populli shqiptar. Pra shkon sovraniteti jon dhe thot ne duhet të antarësohemi në një aleancë. Po Shqipëria është kjo që është dhe nuk ndryshon. Mund të bëjmë bashkë kufirin evropian, mund të bëhemi shtete federale, mund të bëhemi gjithçka në Bashkimin Evropian, por ama ajo që ne duhet kuptojmë është që drejtësia është shqiptare. Dhe për shkak se është shqiptare, traditat janë shqiptare. Natyra e sjelljes ndaj politikës shqiptare është shqiptare. Nuk mund të bëhemi ne suedez, nuk mund të bëhemi ne zvicerian, sepse jemi shqiptar. Tani, a do të flasim drejt? Po, çdo raport që ka dalur nga momenti ku Edi Rama është në pushtet, ka qenë negativ ndaj Shqipërisë. E di pse ne morëm statusin? Pse? Sepse doli Ukraina dhe pati një luftë me Rusinë. Dhe tha Bashkimi Evropian që mos na ngeli hatri as te Maqedonia e Veriut, as te Shqipëria, po japim statusin kandidat edhe në Ukrainë, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe të Shqipërisë. Edhe në Ballkan, pra. Edhe Ballkan, që mos na telendisi amerikan në Ballkan edhe pastaj këta të Ballkanit të ikën në Amerikë dhe të bëjnë një shtet plus në Amerikë. Kjo është e vërteta. Doni të mashtrojmë, nga mjesi deri ndark kthejmë mashtrime.
E vërtet është kjo. Bashkimi Evropian nuk ka patur kur brenda 2030-s të bëjë antarësim të shteteve të Ballkanit Perëndimor, përfshi Malin e Zi. A ka mbaruar i pari Mali i Zi të gjitha detyrat për Bashkimin Evropian? Po. Bravo. Ku është? Ose i mbaroi. Po se do futemi ne kur kemi krizë politike nga mjesit deri në darkë dhe akuzojmë njëri tjetrin që vjedhin vota. Kush ka krizë më? Po edhe një herë po them. Votuan rezolutën bashkë. O le ta votojnë, më këta kanë votuar. Në rregulloren e Ta vendit kanë bashkë. votuar dhe votojnë vazhdimisht dhe nesër do të kemi kilometrat e fundit. Më dëgjoj pak. Kur? Edhe një herë po të them. Kur janë ato? Edhe një herë po të them. Më kuptosh. Qartë. Sa rezoluta kanë votuar? Një, unë them 100. Sa marrëveshje kanë bërë? Një, unë them 100. Unë them 1000. Orë në Bashkimin Evropian nuk shkohet me një qeveri ku pothuajse nga drejtësia e sajt ka përdorur dhe i ka flakur njerëz të vet në drejtësinë e saj dhe ka futur në burg. Po këtë thua ti, po Pra, Mali i Zi duhet ishte sot në Bashkimin Evropian dhe thoshte, hajde Shqipëria se ju presim. Mos them në fjalë tjetër thuaj. Pra, e kupton tani në cilën situatë jemi? Dhe ti tani më thuaj mua që ky raport se na doli zonja Balluku në ca përgjime, edhe kjo e tmerrshme, vendosi zonjën Balluku si fakt konkret që ka bërë komunikime ajo edhe mbaroi, ajo ka bërë korrupsion e ne e provuam korrupsionin e asaj dhe tani nuk është për shkak se keq qeverisja ka ngecur në duart e Edi Ramës, i cili çdo projektin ka ngecë në rrugë, por fakti se zonja Balluku që e akuzuar, integrimi ngec të zonja Balluku dhe jo të ky që i emroka këta që janë bërë statistikë në drejtësia e tij. E kupton kush është më Zhrima, faleminderit. Çështja e fundit, edhe përpara se të kaloj dhe unë po i them dy fjalë, duke sikur pengesta po le të themi retorika e opozitës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk rezultoi ashtu siç do duhet të ishte. Fakti është që tashmë i bari ka kaluar, domethënë kemi një raport pozitiv, kemi takimin dhe në anën tjetër përfol që mosheqja e imunitetit Ballukut do të jetë pengesë, nuk rezultoi e tillë dhe me sa duket evropianët po shohin atë se çfarë po bëhet në SPAK me hetim, sepse është gjithnjë diskutimi, duke qenë se gjithnjë po gjenden, le themi, zyrtar të lartë, ministra të korruptuar në qeveri, sa pengesë përbëjnë këta për integrimin e Shqipërisë, ndërkohë që vetë Bashkimi Evropian kërkon që këta të hetohen, të gjykohen, edhe të dënohen në fund nëse rezultojnë që janë të fajsuar. Është një histori ndoshta pak e komplikuar, por le t'ja lëm kohës për ta kuptuar që e meritojmë apo jo në hyrjen në Bashkimin Evropian. E meritojmë. 41 bis, çfarë po ndodh? Si në regjia rikthehem për diskutim. Ministria e Drejtësisë kërkon rikthimin e regjimit 41 bis, është regjimi i cili për element të rrezikshëm të dënuar, të cilët qëndrojnë në burgjet sigurisë lartë në momentet saktuara kur ata shihen si një rrezik potencial për të mbajtur komunikime me botën jashtë, ata vendosen në një regjim të posaçëm, pra në një izolim i cili quhet 41 bis, është një koncept i cili është marrë nga shteti fqinj nga Italia dhe është Sabanuzi, pjesë e grupit Aurel Hoxhës, i cili qëndron në burgun e Peqinit dhe është personi i parë i cili me sa duket do të rikthehet në 41 bis. Si të duket kjo si praktik, Langozi, është një praktikë e cila do i shërben, le të themi, institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për të shkëputur marrëdhëniet e personave të rrezikshëm me botën jashtë? Unë X e pari do të thoya, kjo ka ekzistuar në Shqipëri apo jo? 41 bisi ka qenë. Po pse u mbyll? Ke një arsye se nuk e di? Po tregon naiv. Sa u mbyll? Se ishte një institucion i cili ishte krijuar dhe krimi organizuar u tregua më i fuqishëm edhe e bleu, e mbylli. Edhe kjo është për shkak të rrethanave të videove që u publikuan kohët e fundit nga gazetarët, sepse pavarësisht se media ka problemet e veta, por gazetarët janë ka gazetarë akoma të ndershëm që publikojnë pa censurë çdo lloj problematike që ndodh. Dhe videot e publikuara nga gazetarët sollën një propagandë të dytë nga qeveria që ne do hapim këtë gjë. Edhe kjo do jetë përkohësisht, si çdo gjë që vjen në Shqipëri dhe mbyllet, po si mundet pretendojmë ne që do funksionojë ky sistem kur krimi organizuar ka qenë pjesë e votimeve, e votave, e fushatave të kryeministrit. Ku do shkojë kryeministri pa krimin?
A mundet kryeministit fitoj pa krimin organizuar, pa të ardhurat e tyre, pa vlerat e tyre? Po çfarë do krimin këmbim të votave dhe financave të tij? Pavarësi liri do, edhe aty ku janë qeli. Më thuaj dikush nga ato video që janë publikuar që nuk ka lidhje me Partinë Socialiste. A e përkrau Dako atë Lul Berishën? I dha vërtetim që do punojnë bashki. E tjerë me radhë. Po si mundet që ne kemi antarë të krimit të organizuar që janë të lidhur me politikën edhe të presim ne që do funksionojë 41 bisi? Nuk funksionon pra se nuk e kanë qëllim, e kanë për propagandë, e kanë që për momente shkojnë e do bëjmë diçka të mirë dhe nuk e kanë vullnet që realisht ajo aty ka qenë. Thjesht nuk është dashur ta bëjnë, ta zbatojnë. Sepse fiton drejtori përgjithshëm i burgjeve, fiton drejtori i burgut, fitojnë tërë me radhë. Ne dimë se sa janë dhe çmimet, sa paguajnë për të futur një eskort brenda në burg, për të futur një telefon, për takime jashtëradhe. Pagesa të majme? Majme pra, që të mbajë këtë telefonin duhet paguash 1.000 euro minimumin në muaj për të pasi telefon brenda në burg. 1.000 euro për telefonin burg? Është taks shumë e përmuajshme? Patjetër. A e pat ju një emision investigativ në emisionin Stopu publikua që vajti dhe nxori të burgosurin me leje në burgun e Kosovës. Pagoi shefin e policisë, brenda 2 ditëve i vajti në shtëpi me leje qytetari. Pra, përderisa ka korrupsion. A e nxori vetëm ky? Jo, padyshim, se ky është një rrjet. Është një rrjet që funksionon nga i punojësi më i thjeshtë i burgut deri tek ai më lart. Me gjithë respektin që kanë për punojësit e thjeshtë, sepse ata janë detyruar ta bëjnë një gjë të tillë, po drejtuesët e dim shumë mirë. E din të gjithë, mund të flasim ne për sigurinë burgje që në burgun e Peqinit plasi arma. U arrestuan. Pse dolën? Po, Sokol Mjace. Pse dolën nga burgu? Se plasi arma brenda burg. Dolën sepse Ulsimania bëri presion. Nga burgu Drenovës, ta që janë arrestuar kot. Dhe gjyqtari e apelit, e cila kishte drejtor bashortin te Ulsimania te Ministria e Drejtësisë, vendosi lirimin e këtyre punonjësve. Si mund të futet arma brenda në burg më? Se deri te telefonat jam shumë dakord sepse flasin me familjare, me njërin tjetër, se ka dhe njerëz të ndeshëm burgje. Ka shumë njerëz që janë futur dhe kot. Por të fusësh armën brenda në burg për mendimin tim është e rëndë. Edhe si mund një ministër të ndikojë e të bëj korrupsion me një gjyqtare e të nxjerrin ata që kanë futur armët brenda në institucion. Kështu që unë vlerësoj që kjo është show. Nuk mendoj që do arrihet një ditë që edhe në vojtën e dënimit të ketë ndarje. Dhe krimi normalisht do lulëzoj, sepse ata që janë brenda kanë kontribuar për partinë, pra kanë dhënë miliona. E kemi parë në përgjime, në mënyrën pazare tëra si funksionon. Më thuaj mua sa antarë të grupeve kriminale marrin pjesë fushat. Ne dim shumë mirë, e dim se si funksionon. Kështu mendoj që do jetë është sa për të shuar këtë luatin e momentit që shiko se po bëjmë namin edhe asnjë gjë s'do ketë. Faleminderit Langozi. Zhvillima shkurtimisht përpara se ne t'i themi Langozit natën e mirë dhe të vazhdoj t'ju pyes për atë propozimin që keni bërë për reformën zgjedhore. Duhet kemi parasysh se një vit para zgjedhjeve partia që është në pushtet drejton edhe Ministrinë e Drejtësisë përmes burgjeve. Gjithmonë grupet kriminale ftohen me detyrim përcaktimi që të marrin pjesë në fushatën për Partinë Socialiste. Dhe është e vërtetë që aplikimi i këtij momenti historik për të treguar tek qytetarët se si partia në pushtet e kapur vazhdimisht me banda dhe grupe të ndryshme kriminale do të aplikojë përsëri këtë ndëshkim, regjim i rrept. Regjim, po, i rrept, po. Për të friksuar dhe për të bërë presion bandave që po nuk do merreni me ne në fushat, grupet që keni brenda në përburgje, të fajshme, të pafajshme, s'ka rëndësi, po ne i kemi në përburgje tona, do aplikohet çdo mas për secilin për jush në rast se grupi juaj nuk mbledh vota për Partinë Socialiste. Ky është presion i pushtetit ndaj bandave. 41 bisi është presion i pushtetit ndaj bandave për që në aktive në fushat. Qartësi.
Në Republikën e Shqipërisë, pushtetet nga 1991 e në vazhdim, pa përjashtim, janë marrë me bandët që janë në pushtet. Në rast se një ditë në Republikën e Shqipërisë do të vi ndritshimi tek populli dhe uroj një ditë të vi, që populli të zgjedhë vetë i pandikuar, pa presion, njerëz me integritet moral shoqëror në këtë vend, sigurisht që po, këto aplikime nuk kishin fare lidhje, sepse qytetarët do shkojnë atje të votojnë. Unë kam besim që qytetarët shqiptarë din të votojnë. Ka pjesë më e madhe të tyre që janë të ndikuar për shkak të faktorëve të ndryshme që ka familjen në punë në këto me radhë, por një pjesë tjetër nuk mund të futet në pjesën e presionit të këtyre bandave që kanë punuar me Partinë Socialiste. Dhe nuk është se unë po bëj thjesht një shpikje, një shpifje apo një ofendim, po janë të vërtetuara me fakte konkrete që vetë kanë nxjerrë vetë po këta të qeverisjes aktuale. Zhlima, faleminderit. Faleminderit. Avokat Arben Langozi, unë të falenderoj shumë që ju kisha sonte në sken krimi për të trajtuar në mënyrë fantastike siç ju dini të bëni. Faleminderit dhe ju që na jepni mundësinë që të përçojmë përmjet zërit ton të vërtetën. Faleminderit shumë. Unë po mbaj edhe një 5 minutë për një propozim që ka bërë Zhlima për reformën zgjedhore, po e sqaroj me qytetarët. Natë mirë Langozi. Zhlima, tani ju keni bërë një propozim për kodin zgjedhor dhe është nga Bashkimi Liberal Demokrat dhe nisma reforma reale dhe kjo është drejtuar forumit të dialogut politik. Tani do më shpjegoni pak sepse ju kërkoni janë disa pika aty. Domethënë, duke përcaktuar qartë konceptin e qendrës votimit, numërimit, procesin e identifikimit elektronik, reorganizimin e administratës zgjedhore, votimin nga jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, organizimi i qendrave të votimit, regjia ndrojmë sfondin mbrapa, numërimi dhe vlerësimi i votave, lista e kandidatëve në mbështetje zgjedhore, shpërndarja e mandatave dhe sistemi zgjedhor, zgjedhje për organet e qeverisjes vendore, teknologjia në zgjedhje, e të tjera me radhë. Ç'është ky propozim? Duke qenë se ne jemi përpara në nisjes komisionit punës, komisionit reformës zgjedhore, dua të kuptoj ky propozimi juaj, ku shkon dhe sa i shërben realisht zgjedhjeve të Shqipërisë. Nisma e reforma reale është themeluar para një viti e gjys, diku tek mos gaboj 2025 në muajin e shkurt, si një ide të disa personave të cilët përfshihen në jetën juridike për shkak të profesionit, por edhe disa individ të tjerë. Dhe në atë kohë menduam që të bëjmë. Ju jeni drejtues i saj. Drejtues, po. Menduam të bënim si një forum politik fillimisht, por në kalimin e kohës thamë që fillimisht do të bëjmë një bashkëpunim me një parti politike, nuk u interesua ma do të ishte një parti e cila ka deputet apo nuk ka, po thjesht thamë me një parti politike që është pjesë e një liste në gjykatën e Tiranës. Dhe nga fillimi sapo nisëm, në vitin 2025 patëm një komunikim me Bashkimin Liberal Demokrat dhe thamë të bashkojmë forcat për të bërë një prezantim dhe një paraqitje publike në publik. Dhe ajo çfarë ne sot konkretisht kemi sjellur në tryezën e dialogut është propozimet tona përmes edhe Bashkimit Liberal Demokrat bashkërisht në një takim që kemi pasur në rrethet të ndryshme të Shqipërisë për të marrë nga qytetarët atë që është e nevojshme. Çfarë? Depolitizimi i administratës zgjedhore. Profesionet e lira, avokatët, noterët, inxhinierët, mjekët, të gjithë këta të futen antar të komisionit të votimeve, të numërimit dhe të KZZ-ve. Pra, mos jenë më të partive politike. Okej. 2. Të bëjmë qendrat e votimit në vendet e numërimit të jenë aty. Pra, dhe votimi dhe numërimi po të jetë aty, identifikimi elektronik aty për aty, jo thjesht vendosim gishtin të vullosim, por të verifikohet që personi që vendos kartën edhe gishtin është i njëjti person në të njëjtën kohë. Pra, jo personi vendos kartën, pastaj vendos gishtin e tij dhe merr si një firmë dhe pastaj KQZ-ja pasi kalojnë zgjedhjet e verifikon a ka votuar 2 herë apo 1 herë. Okej, kuptova. Pra, në kohë reale aty nga 1000 zgjedhës në qendrat e votimit do bëhet 700 dhe të gjitha qendrat e votimit do jetë pothuajse të përqendruara në godina të mëdha shkolle dhe godina të mëdha publike, të cilët do kenë disa qendra
votimi aty. Okej. Në fund fare kemi propozuar... Po, më falë, pse e ke bërë këtë propozim për shembull? Për çfarë kërkoni këtë që nga 1000 të bëhet 700 dhe të jenë të përqendruara? Nuk na dalin llogarit në rast se të shkojnë ty 1000, ti nga ora 7 e mëngjesit në 7 në darkë nuk ke mundësi të veprosh me 1000 anëtar që të vinë të votojnë. Edhe sikur të jenë... Po ku kanë ardhur 800? Sigur, po ne nuk mund të paragjykojmë. A do zgjot populli nga mjesi deri në darkë do të shkojë, ne nuk mund të paragjykojmë popullin, se populli mund të shkojë të votojë një ditë. I teket dhe shkon i gjithë populli dhe voton. Kush ta tha ty? Nëse paragjykojmë këtë, por ti nuk mund të vendosësh ti jo më pak se 300 dhe jo më shumë se 1000. Kundërkohë ti me 700 nuk të dalë ty orari nga ora 7 e mëngjesit në orën 7 me 5 minuta tani edhe sikur ta vendos 5 minuta. Mos kemi nga këto ankesa. Mos kemi edhe këto ankesa. E kuptova. Se bie se në 11 maj kanë votuar për thonë edhe të nesme kanë qenë duke votuar, pavarësisht se u mbyllën në orën 7 në orën. E kuptova. Domethënë 1000 veta ishin shumë për aty po them. Janë shumë. Okej, e kuptova. Dhe të përqendruara. Me menaxhueshme. Perfekt. Po. I heqim në komisionerit të drejtën për zhvillimin e zgjedhjeve në elektronike, se dështoi. Përveçse se ata krenojnë akoma, ka dështuar, do pajisen të gjithë komisionet me tabletë dhe telefon. Në Vora jo rezultoi mirë, kanë përshtypjen tonë rezultuar, është mashtrim. Tani, në qendrat e votimit që do jenë të njëjtat me numërimin, do të jenë tablet dhe do të jenë telefona. Në kohë reale shkon rezultati. Shkon rezultati në kohë reale? Po, në kjo që zë. Pra i numërimi të votës që jep qytetarit çdo kohë. Numërimi kur do të bëhet numërimi i votave, komisionerët do të çojnë direkt mesazhin kur bëhet numërimi. Dhe vëzhguesit e partive politike do jenë aty duke parë procesin, jo duke marrë ti kutinë e votimit nga aty ku votove, e duke shkuar gjithë rrugën atje dhe ku i dihet të ndron element siguria. Çfarë thon? Militmen, po. Okej. Pas 2013-s nuk ka ndodhur asnjë. Propozim shumë okay. Qeveria mbetet e njëjta. Jam shumë dakord. Në zgjedhjet lokale shkojmë në balotazh. Pra, kush nuk merr 50 plus 1 do bën zgjedhje 2 më të votuarit. Dhe do të shkojmë në balotazh. Pra, do të votojnë aleancat, aty bën në koalicione, bën marrëveshjet politike. Aty ka shumë ngjellori politike brenda vetes dhe të subjekteve politike. Okej. Pastaj heqim nga kjo lojë ligjin territorial, se bëhet lojë për ligj të veçantë, por e vendosim këtu. Nga 61 bashki kërkojmë që të vendosen në kodin zgjedhor 101 bashki. 101. Po, sepse duhet bashkia të shkojë te qytetari dhe jo qytetarit te bashkia. Po mos e frym prap administratën kështu. Jo, po është e frymë administrata. Mos kemi mjafton kjo që është e frymë. Kjo që është e frymë të paktën shko dhe shpëndaj. Okej. Te ke fry që e ke fry, mos i heq nga puna. Okej. Se kjo është garancia jonë. Kush mund të jetë një bashki tjetër për shembull? Dhe të shtojnë bashki. Kë mendoni ju zhvillimat bëni një tjetër bashki për shembull që është njësi? Ka shumë thua këtu në po ka gjithë ato do vendosin. Pra zona të mëdha edhe një, ne kërkojmë që tek kodi zgjedhor të normohet qartazi 101 bashki. E kuptova. Pastaj prit. Po. Të kur shkojmë tek ligji i territoriales, po, duhet ta vendosim në raport me rajonet pra qarqet, kujdes, po, se si do bëhet ndarja e mandateve. Sepse Kuksi nxjerr 4, Tirana nxjerr 36. Një tjetër nxjerr 7, një tjetër 12. Jo, po tek ligji territorial do shkojmë këtu çku thotu, te bashkia dhe te qarku. Dhe do bëhet balancimi i mandateve. Okej. S'mundet për shembull një të marrë një qark të marrë 7, tjetër të marrë 18. Do të bëhet mbas numrit bashkive ndarja. Do bëhet mbas numrit të bashkive, Okej. mbas banorëve ashtu siç e ka përcaktuar dhe kodi zgjedhor. Po. Dhe kodi zgjedhor duhet ta ketë të përcaktuar sa bashki, se kur pushteti legislativ do të shkojë të bëjë ndërhyrje vetëm te territorialja, do të shkojë edhe patjetër të bëjë ndërhyrje tek kodi zgjedhor. Mos t'i bëjmë veç, sepse është situata kjo që kemi dështimin total të nëse ju propozoni 101 bashki, që një qark mund të ketë ku diun 6 bashki, aty nxjerrin 6 deputetë dhe ta bëjnë kuvend. Jo, nuk llogarit është, nuk bëhet llogaritja ashtu. Llogaritja bëhet ndryshe. Është një koncept ndarje. Llogaritja bëhet ndryshe. Tjetër, votimi nga jashtë emigrantëve keni thënë aty. Aty kemi liberalizuar si Bashkimi Liberal Demokrat gjithçka, ne nuk kemi frikë. Pse nuk kemi frikë? Sepse ne duam të gjithë të votojnë, edhe qytetarët shqiptarë që është në Shqipëri, për shkak të një situate të tij, nuk ka mundësi të jetë të dielën kur votohet. Do jetë jashtë shtetit.
vendos në sistemin e KQZ-s aty të platforma pasaportën e vlefshme, një vetë deklarim ku do t'jesh dhe posta do të sjellë materialet zgjedhore dhe ti do t'i kthesh mbrapsh. Tani kaq që kemi liberalizuar ne, por ne duhet kemi parasysh diçka që nuk është kuptuar mirë nga të gjithë. Ne nuk e përjashtojmë diasporën. Ne kemi futur diasporën. Pse? Se pikrisht nuk kemi bërë ndryshimet e lista. Pse? Lista do jetë po ashtu siç ka qenë, ajo e fiksuara do të ketë një pjesë të diasporës brenda. Çdo më thënë një pjesë të diasporës. Pra do të thotë numrat 1 ose numrat tek do të jenë përfaqësues nga diaspora. Por tani ne nuk kemi futur kaq shumë teknikisht sepse po shikojmë se si partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do futet dhe do merret. Dhe kemi edhe një rast tjetër që është shumë interesant për të folur sepse gjithmonë harrohet, është sistemi zgjedhor. Ku është i ndaruar e gjithë loja në një proces zgjedhor? A është rezultati? Po. Në Republikën e Shqipërisë, numri i votave të vlefshme për çdo subjekt bëhet dhe pjestohet në mënyrë 1, 2, 3, 4. Pra është sistemi HOD. Mirë. Ne themi diçka tjetër. Do ikim nga sistemi HOD dhe do shkojmë te Said El Ague. Që do thotë? Që votat e vlefshme në rang qarku të një subjekti do pjestohen me numra tek. 1, 3, 5 e me radhë derisa ka numri mandateve. Që të gjithë subjektet garuese të jenë të barabartë në ligjin zgjedhor. Sot në ligjin zgjedhor janë gjithë subjektet përjashto Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike të pabarabarta në garë. Këtë ju ku e keni depozituar në KQZ në kuvend? Tek forumi fillimisht për të respektuar procesin, tek forumi dialogut politik, dhe në vazhdim pasi të marrim dhe një mendim nga ata, që edhe mund të plotësohet me diçka. Patjetër, pasi të na ftojnë edhe ata, ne do marrim pjesë edhe do të çojmë edhe në institucione të tjera, por fillimisht e bërëm për këtë arsye që partitë politike dhe nisma të ndryshme të bashkohemi së bashku për te ideologjive politike. Nuk është momenti të diskutojmë për ideologjitë. E di kush është momenti? Të zhdukim rilindjen nga keq administrimi i Republikës së Shqipërisë. Ky është një detyrë patriotike. Ti nuk e di dhe shikuesit nuk e dim, por kam qenë antar i Komisionit Reformës Zgjedhore në vitin 2018, kam bërë shtypjen, kemi bërë disa takime. Unë isha përfaqësuesi një subjekti jo politik nga shoqëria civile. Po, lajmi i fundit kë po? Kam parë çuditëra aty. Çfarë ke pa? Mbeten sa gjëra dhe sekret, po mënyra se si është administruar dhe është bërë kodi zgjedhor dhe se si është. Ke pa draft të tillë nga për parti politike? Nga nisma nuk besoj ke pa draft të tillë. Si ky draft nuk e pa. Po them kam parë çuditëra tash. Jo, po kjo nuk është çudi. Mes dy partive kryesore PSD. Jo, kjo nuk është çudi. Kjo. Një sekond, kjo. Atëherë më lër ta shpjegoj. Kjo që ka nxjerr zhllima nga nisma Reforma Reale dhe Bashkimi Liberal Demokrat është një relacion, është një propozim fantastik. Ma besoni të gjitha propozimet që bëhen për të ndryshuar kodin zgjedhor dhe që ka një përmbajtje reale siç e dëgjuat nga ajo që se çfarë tha zhllima mënyra si e shpjegoi, ma besoni që vjen në ndihmë të gjithë procesit të reformës zgjedhore këtu në Shqipëri dhe unë shpresoj shumë që Komisioni i Reformës Zgjedhore të reflektojë mbi propozime të tilla si ky që ka bërë zhllima dhe të jetë efektiv. Sa e mundur do jetë zhllima? Unë kërkoj që të zbatohet kushtetuta jonë dhe neni një kushtetutës që flet qartazi për një sistem të lirë dhe të barabartë në Republikën e Shqipërisë, sepse sot e dim shumë mirë që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë bërë një sistem të pabarabartë dhe cenon sovranitetin kombëtar. Zhllima, unë të uroj sukses mbi këtë nismë, do ishte vërtet kënaqësi të shikoja këtë propozimin tuaj pjesë të reformës zgjedhore.